Mirë, kthehemi në studio dhe flasim tani për çështjet të sigurisë, për Kosovën dhe Serbinë, por gjithashtu dhe kontekstin global të gjendjes aktuale. Unë kam lidhje drejt për drejt ekspertin e çështjeve të sigurisë Drizan Shalën. Drizan, shumë faleminderit që je me ne. Gjoj, përshëndetje për ju dhe për audiencën e ju e kënaqësia imja. Drizan, po e nis diskutimin nga një lajm që ka qarkulluar dhe në rrjetet sociale. Në fakt nuk është një lajm i ri në kontekstin e përsëritjes në kohë. Flitet për dron survejues nga Serbia drejt veriut të Kosovës. Çfarë ka ndodhur në ditët e fundit? Ne kemi dhe një hartë e cila e tregon paka shumë vendodhjen se ku dyshohet që të ketë patur survejime. Çfarë ka ndodhur, Drizan, nga informacionet zyrtare dhe jo zyrtare? Pra, në bazë të asaj që potencove edhe ti, lëvizja e droneve të pa identifikuar në brezin kufitor mes Kosovës dhe Serbisë, gjatë 2025 kemi pasur disa raste të thyrjes së hapësirës ajrore apo shkles së hapësirës ajrore nga dronet të cilët kanë ndodhur nga territori i Serbisë, që kryesisht janë të strukturave të sigurisë zyrtare të Serbisë, ndërsa në rastin që është plasuar në brëm gjatë orëve të mbrëmjes, pra një dron i pa identifikuar ka lëvizur nga hapësira e fshatit Breznic, pra brenda territorit të Serbisë, e cila është rrethuar me të kuqe në foto si po e shohim, dhe ka lëvizur në drejtim të fshatit Novosel të komunës së Kamenicës, pra një distancë vija ajrore që nuk e kalon 500 metrëshin. Pra kjo dëshmon faktin që në pjesë të ndryshme të këtij territorit brezit kufitor mes Kosovës dhe Serbisë, aktivitetet të tilla të droneve janë duke i shqetësuar qytetarët e Republikës Kosovës, ndërsa në rastin që tani më po flasim, tani në bazë të informacioneve zyrtare, ky dron apo dronët që kanë qenë në pjesën e hapësirës dhe janë identifikuar apo parë dhe vrejtur nga ana qytetare të Republikës Kosovës, i përkasin misionit ndërkombëtar KFOR, i cili ka dalë me një deklaratë që këta dronë i përkasin këtij misioni dhe kanë patur për qëllim dhe synim vëzhgimin dhe observimin e vijës kufitare, ata e quhen vijë administrative mes Kosovës dhe Serbisë, duke kontrolluar dhe stërviluar pjesë të infrastrukturës kritike që në këtë rastin përkasin me punktin apo pikën kufitare policisë së shtetit të Serbisë, sepse në bazë të informacioneve dhe rrethonave që tani mund të jenë në kuadër të strukturave ndërkombëtare të sigurisë, po edhe pjesë të ndryshme të misioneve diplomatike, ka indicie dhe elemente të caktuara që Serbia, nga ndryshimet që janë duke ndodhur në spektrin e gjerë të strukturave të sigurisë, inteligjencës, policore dhe asaj ushtarake, mund të kemi veprime të caktuara të grupeve të interesit të Beogradit, strukturave të sigurisë të Beogradit, që mund të shfrytëzojnë momentumet të caktuara, që pikërisht bëhet vëzhgimi dhe observimi i pikave strategjike, por njëkohësisht gjojnë shoh se i bëm një komparacion me 2025, jo më larg se nga pika ku ka ndodhur incidenti në Novosel të fshatin e Kamenicës, në territorin e komunës së Podujevës, disa kilometra më larg, në pjesën veri lindore të Kosovës, afër pikës kufitare të Mërdarë, apo pikës 3 kufitare. Territori i cili ishte pikërisht i ngjashëm, i thyeshëm, në një rreth i rëndësishëm për strukturat udhëheqëse të shtetit të Serbisë për të vëzhguar infrastrukturën kritike, sepse në territorin e komunës së Podujevës, pa në territorin tjetër, kemi bazën ushtarake të ushtrisë së Kosovës, e cila de facto ka qenë një aeroport në të kalurën aeroport për avion sportiv, ndërsa tani në marrjen e administrimit dhe udhëheqjes së ushtrisë së Kosovës ka tani me karakter të infrastrukturës kritike. Ju dini që në pjesën e territorit të Podujevës në 2025 ne kemi edhe bukën e sigurisë së lartë, ku pikërisht këta dronë kanë hyrë nga pjesë të ndryshme të territorit të Serbisë. Por çka është më rëndësishme të thuhet është fakti që incidentet të tilla, pavarësisht se në ky rast është i izoluar sepse i përket strukturave ndërkombëtare të sigurisë, pra të KFOR-it në Kosovë, por ky rast dhe raste të tilla
tilla të hyrjes dhe thyrjes së hapësirës ajrore po i qetësojnë qytetarët e Republikës së Kosovës sepse veprimet të ngjashme janë bërë edhe të kaluar në pjesën veriore ku kemi patur më pastaj rastin e Banjskës, pra Serbia edhe në pjesën veriore po në pjesë të ndryshme sepse kemi një territori që kalon 400 kilometrash mes Kosovës dhe Serbisë, pra nivelli administrative, kufitare, bukur e gjerë dhe bukur e gjanë dhe njëkohësisht në një rrjedhë tjetër të thyeshëm, mund të shfrytëzohet pikërisht për mbledhjen e informacioneve inteligjente të strukturave të sigurisë të Republikës së Kosovës, atyre policore, pse jo ndërkombëtare, për nevojat operative, taktike të strukturave të inteligjencës së Serbisë. Por në fazën e 2025 patëm edhe një no-fly zone, pra të vendosur nga ana e KFOR-it sa i përket pjesës hapësirës mbi elektronën, pra mbi obiliqin, pra mbi pjesë përbërëse infrastrukturës kritike pa ku prodhohet energjia elektrike, dhe kjo për lënë një shije jo të favorshme, jo të qartë sa i përket çështjes që rastet e tilla mund të përdoren dhe do të përdoren sipas gjitha zgjatave sepse kemi të bëjmë me veprime asimetrike në drejtim të sigurisë nacionale të Republikës së Kosovës dhe nga ana palë serbe në këtë rast për ritheksojmë pra për audiencën ju sepse mediumi ju shqohet bukur shumë në Republikën e Kosovës. Nuk do duhet të shqetësohemi për këtë rast në fundit sepse janë nga struktura ndërkombëtare të sigurisë, por që vigjilenca do duhet jetë ashtu sikur në këtë rast të informohen organet e sigurisë të Republikës së Kosovës për të ndërmarrë veprime konkrete hetimore dhe për të qartësuar dhe qartësuar veprimet e dronëve të pa identifikuar që mund shfrytëzohen pikërisht për mbledhjen e informacioneve inteligjente në drejtim të cënimit të rënd të sigurisë nacionale të Republikës së Kosovës. Drizan, lidhur me kapacitetet e këtyre dronëve, dihet që me luftën moderne dronët janë të shumëllojshëm. Mund të jenë dhe dronë kërcënues, pra që kanë aftësi goditëse, aftësi kamikaze, siç njihen në botën ushtarake. Pra kemi parë që infrastruktura kritike është goditur si në rastin e Iber Lëpencit. Për shembull, këto rrisje mbeten të pranishme dhe çfarë mund të bëjë Kosova, që nga ana tjetër është fuqizuar gjithashtu me pajisje turke. Është saktë si pjesë e targetimit nga këta dronë të ngjashëm dhe të tjerë mund përdoren edhe për veprime të goditjes së saqeve të caktuara të infrastrukturës kritike në Republikën e Kosovës. Pra risku mbetet i lartë, sepse derisa ne kemi një shtet i cili përdor infrastrukturën e saj ushtarake, inteligjencë dhe policore pikërisht për të kundërvëuar veprimeve ligjzbatuese të Republikës së Kosovës për të kundërvëuar një shteti të njohur ndërkombëtarisht, padyshim që në këtë segment të institucionet të Republikës së Kosovës kanë ndërmarrë disa veprime konkrete, po a janë të mjaftuara, mbetet për të analizuar, a do duhet që të investojmë më tutje? Padyshim se po, sepse ne kemi disa sisteme të antidroneve të vendosur në kuadër të inventarit të strukturave të sigurisë të Republikës së Kosovës dhe atyre policore dhe ushtarake. Pra ky inventar do duhet që të zgjerohet me kapacitetet edhe në pjesë të ndryshme të brezit kufitar, pikërisht për të minimizuar veprimet e tilla, edhe njëkohësisht dronet të cilat i kemi hasur apo janë hasur dhe vërejtur nga qytetarët e Republikës së Kosovës, janë dronë të cilat përdoren për nivel taktiko operacional. Pra janë dronë të cilët lëvizin në një distancë të shkurtër nga pika kontrolluese, pra nga komanda kontrolluese, nuk lëvizin në largësi të lartë, pra veprimi i tyre kryesisht bëhet dhe ndërmerret për të observuar hapësirën ku më pastaj do ndërhyjnë strukturat të sigurisë në këtë rastin e KFOR-it në territorin apo hapësirën përkatëse të atij territori për të vëzhguar, pasi të ndërhyjnë. Ushtria serbisë që keni parë në gjatë paradës ushtarake në shtator të 2025, arsenali i armatimit, pjesa e droneve, sepse është tani më një sekret publik, i ka mbi 10.000 dronë kamikaz. Ushtria e Serbisë që mund t'i përdoroj për ka në pjesën e inventarit të saj. Dhe këta dronë kamikaz janë të karakterëve të llojit me të cilin janë veprojnë struktura të ndryshme të sigurisë rajonale dhe globale. Dhe këta dronë që përdoren për vëzhgim, mund përdoren për sulm direkt mbi infrastrukturën. Prandaj shqetësimi mbetet akut, veprimet do duhet të jenë preventive, pra ne do duhet të investojmë në bashkërendim edhe me KFOR-in si mekanizëm ndërkombëtar që ka përgjegjësi
për pjesën e brezit kufitar mes Kosovës dhe Serbisë dhe pjesë të ndryshme, që pikërisht në këtë hapësirën territoriale të vendosen mrezha antidron, për ta minimizuar pikërisht veprimet të tilla që mund të cenojnë rënd sigurinë në të armën, sepse ky veprim e jep një shije të hidhur, një shije e cila më pastaj mund të na shpërfaqet në lëndimin e rënd të sigurisë nacionale të Republikës Kosovës. Brizan, kemi parë që në rastin e Ibër Lëpencit, në hetimin e rastit, kanë qenë të pranishëm dhe agent nga Byroja Federale e Investigimit, nga Shtetet Bashkuara. Diçka e tillë e kam përshtypjen që vjen dhe me një mesazh nga pas. Si e sheh përfshirjen e Amerikës, të FBI-s, ndoshta dhe strukturave të tjera, të ligjzbatimit, të hetimit, të ndjekjes penale, por pse jo dhe të survejimit dhe mbikëqyrjes. Padyshim rasti mbi infrastrukturën kritike, pra në kanalin Ibër Lëpencit, sipas gjitha gjasave, veprimi që është ndërmarrë me vendosjen eksplozive në atë kanal, në thellësinë përkatëse, para që të ndodhin veprime të tjera nga personat të dyshuar, që tani me prokuria speciale e Republikës Kosovës kanë ngritur një akt akuz ndaj tyre, është bërë survejimi i asaj hapësire, padyshim nga dronet të ndryshëm. Prandaj është shqetësuese, prandaj veprimet të tilla bëjnë delikate proceset në të ardhmen të cenimit që mund të vinë nga ana palës serbe. Inkorporimi në pjesën e sulmit mbi infrastrukturën kritike të Ibër Lëpencit të FBI-t është një mesazh i qartë, një mesazh që ka dy elemente thelbësore. Elementin e parë, bashkëpunimi dhe bashkërendimi me një forcë ndërkombëtare që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, FBI, pra Byroja Hetimore Federative, që në kuadër të misionit të saj në Amerikë ka pjesën përpas terrorizmit dhe aktet e tjera, ka dhe pjesën e spionazhit dhe veprimet e kundërzbulimit në kontekstin e mbrojtjes së sigurisë nacionale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe provoja e tyre pikërisht mbi sulmen i cili ka elemente diverzante, pra e të kalon edhe elementin terrorist, pa ka elemente diverzante për të përcaktuar qarta interesin e Serbisë, është mesazh për Beogradin në kuptimin që Kosova bashkërendon dhe shkëmbën informacione relevante, sepse gjoj ju e dini qarta që atë 2025 janë karakterizuar shumë elemente të cenimit të sigurisë rajonale, duke parë edhe duke pritur që nga ana palës serbe veprimet brenda strukturave të saj. Kemi patur disa shkarkime në mekanizmin e sigurisë të inteligjencës së Serbisë, ndryshime në pjesën strukturore të ushtrisë së Serbisë, njëkohësisht edhe ndryshime në pjesën policisë kufitare, dhe vendosja e personave në mekanizmin policor dhe ushtarak lojal të Aleksandr Vučić e jep një mesazh që pjesa e këtyre dy mekanizmave kanë qenë jashtë kontrollit dhe rikthimi nën kontroll të politikës së Aleksandr Vučić mund të përkthehet në një goditje mbi cenimin më të tëshëm të sigurisë kolektive në rajonin e Ballkanit Perëndimor, respektivisht Kosovës. Madje edhe një informacion që ka qarkulluar nga eksponentët politik në pjesën e politikës zyrtare të Beogradit për ndryshimin e kreut të inteligjencës serbisë, pra të BIA-s, dhe marrjen e këtij mandatit nga ish kryeministri i Serbisë, dëshmon faktin që Aleksandr Vučić edhe këtu ka me dy shteti sa i përket veprimeve të strukturave inteligjente, sepse ju e dini loja politike që vendos Aleksandr Vučić në raport me tri shtylla kryesore, po raportin ku themi tri shtylla vendos edhe shtyllën e katër, po në doktrinën katër shtyllash që është Bashkimi Evropian, raportin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Kinën dhe me Rusin, e kanë ndikuar në perceptimin e Aleksandr Vučić që do duhet kemi një ndryshim brenda strukturave inteligjente për të rikthyer lojalitetin, dhe këtë bëri më së miri edhe gjatë vizitës më një herë pas festave të fund vitit, ku vizitoi njësinë speciale antiterrorit të ushtrisë së Serbisë, Kobrave. Pra edhe aty është parë dhe është mirë pritur nga ana strukturave ushtarake të Serbisë, sepse dëshmon faktin që ai e sheh dhe tenton që në këtë periudhë që tani më jemi 2026 deri në mesin e 2026 ta ristrukturojë komplet strukturën për të rimarrur konceptin e udhëheqjes vertikale, e cila deri më tani ka munguar nga influencimi i personelit të lidhur me Aleksandr Vulinin, me Rusinë, dhe njëkohësisht tentative së shërbimeve perëndimore që të influencojnë në marrjen e informacion sa më shumë që përket lëvizjeve dhe politike që mund të interpretohen në aspektin e cenimit të sigurisë, jo vetëm brenda Beogradit, por edhe më gjerë.
Ndërkohë, Driza, kemi parë lëvizje të forta në arkitekturën e mbrojtjes së perëndimit. Lëvizjet e Donald Trump po krijojnë një lloj çoroditje në NATO. Trump shpreh i vendosur për të mbrojtur interesat amerikane. Si përkthehet kjo në tërësi? Pra, a mund të kemi vazhdimsi të doktrinës tashmë të ripakzuar Don Roe? E kemi parë gatishmëri për të mbështetur në Iran, ka thënë Trumpi, ka përmendur Kolumbinë, Meksikën, Kubën. Do të kemi një Amerikë ndryshe nga këte tutje dhe si përkthehet e gjitha dhe në kontekstin e Ballkanit. Padyshim Gjoj, koncept dokumenti strategjik i nënshkruar nga ana e presidentit amerikan Donald Trump në dhjetor të 2025-s i ka përcaktuar qartat e vijat të kuqe dhe vijat e interesit amerikan në pjesën e hemisferës veriore dhe jugore. Dhe në deklarimin që tani më kemi një lloj lufte diplomatike të qëndrimeve në mes përcaktimit të interesit nacional të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sa i përket çështjes së Grenlandës dhe pretendimeve nga ana e anëtarëve të NATO që ta mbështesin Danimarkën pikërisht që një gjë të mos lejohet të ndodhë që të pushtohet nga pjesa e ushtrisë amerikane në një nga paraqitjet e fundit që ka ndodhur nga ana e presidentit Trump, ishte pyetur nga një gazetar e BBC-s në Londër, ndër të tjerë më lejoni ta parafrazoj parafërsisht, për çka ju duhet ta pushtoni Grenlandën derisa ju në Grenland keni ushtrinë juaj. Ndërsa përgjigja ishte epike, duke thënë që ne jemi vetëm aty, por asesi nuk është pronë e jonja, ndërsa ne nuk veprojmë sikur se të ishte pronë e jonja. Prandaj, në qoftë se ne nuk e bëjmë një gjë të tillë, do e bëjnë kinezët dhe rusët dhe unë nuk i dëshiroj të kem as kinezët as rusët fqinje të mi, sepse cënojnë rënd sigurinë nacionale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra është një mesazh i qartë, një mesazh i cili betonizon që është në qendrim se përket Grenlandës dhe në rast se do të kemi një ballafaqim, po shpresojmë hipotetikisht jo ushtarak, po vetëm diplomatik, mund themi në bazën e asaj të rrëshqitjes asaj që kemi biseduar herën e kaluar që përket regionalizimeve ushtarake. Këto regionalizime tani më i shohim në pjesën e mbështetjes së doktrinës së re amerikane, pra ato që nga pjesa e presidentit Trump në lidhjen e mesme në pjesën e Iranit që tani më janë të qarta qëndrimet formës së prerë që çfarë do të qëndrimi i mundshëm i protestuesve jetër se tyre do të involvojë drejt për drejt ndërhyrjen e forcave amerikane dhe përmes hapësirës toksore. Pra janë çështje të cilat janë shumë finesa dhe të gjitha këto finesa përkthehen dhe përkufizohen në pjesën e asaj që Evropa dhe arkitektura e saj po ndryshon. Bota do duhet të akceptojë këtë ndryshim dhe regionalizimi ushtarak që duke ndodhur në pjesën e rajonit Ballkanit Perëndimor, respektivisht me iniciativën Kroaci, Shqipëri, Kosovë, është treguese asaj që ky regionalizim jep dëshminë e saktë që do duhet që të vazhdojë tutje investimet në aspektin e industrisë ushtarake. Ju keni vërejtur edhe gjatë ditës së djehet, ka patur një vizitë në mes kryeministrit të Kroacisë, ministrin e mbrojtjes të Kroacisë me shefin e NATO-s, me sekretarin e NATO-s në Zagreb, duke përcaktuar qartazi tematikën kryesore është industria ushtarake dhe në kuadër të kësaj tematike padyshim që vizitat e radhës do duhet të jenë në Tiranë dhe do duhet përcaktohet direktiva sa më parë që është e mundur që ky regionalizim të marrë formën dhe trajektorin e duhur. E qartë, Drizan, shumë faleminderit për bisedën. Mirë, falenderoj Drizanin për këtë diskutim, do shkojmë në reklama, kthehemi pas pak.